që pas ka bo avokati, i falës, a ka i pa fajshëm kaj, ma mirë. Çdo sen e ka bo kështu e ka bo kështu. Na çdo ditë si familje përballemi me vdekjen e Xhilietës. Çdo ditë i shohim 3 fëmijët e saj të urriten na. Çdo ditë e vujmë pasojën e asaj që ka ndodhur. Vetëm kisha kërku falje sinqert familjes të tani së ndjerës, me që nuk gëzoj shëndet të plot, kam qenë në ndikim të barnave, të barmishtave, nuk kam qenë vetvetja, i kërkoj falje juve dhe krejtë në prezent këtu, fëmijëve. Familjes e të ndjerës për veprimit të tij në rastin e pranimit të pajisisë, ndërsa bazuar në shkresat e lëndës, si rrethana ndusen dhe të akuzuarit ka gjetur shkallën e lartë të dashjes në kryen e veprës penale, nga se për pikën e në zonë për veprën penale të vrasjes, nga se i akuzuari me dashje ka evituar pengesat në qëllim që i njëjtin ndez vetën e viktimen, ka kërkuar nga vajza tyretare në shkund dyqan, një bje disa paloma e cila pasi është kthyer ka gjetur nënën e saj të vrarë. Pashtu ka vlerësuar shkallën e lartë dashjes sa i përket pikës 2 të dispozitivit, mbajtjes pa leje, me arsyetimin se ka mbajtur me dashje direkte, ka mbajtur armën me veti, duke siguruar mjetin e kryerjes së veprës penale dhe atë 7 muaj me herët kur ka pasuar armën për herë fundit. Ashtu ka vlerësuar se rrethana nduese dëshminë e shkeljes së besimit nga akuzuari, sepse akuzuari në mëngjes është kthyer në banesë dhe është hapur dera nga djali i tij i nitur, ndërsa viktima ka qenë në gjumë dhe pasërë zgjuar derisa ishte duke qëndruar ulur në krevatin e sallonit të banesës, duke pirë kafën e akuzuarit në mënyrë dinake, dhe pa pritur pas një provokimi ka goditur viktimën në këmbë mballë, dhe cila nuk ka pritur një gjë të tillë nga bashkëshortja e saj, pavarësisht se ndjera ka ditur si akuzuar posicionon. Ka vlerësuar se rrethana nduese dashën e sigurt dhe ka munduar për të keqen e shkaktuar dhe për goditur të ndjerë në këmbë në ballë në mënyrë që viktima mos ketë asnjë mundësi mbijetese për çka i akuzuarit kishte për qëllim të vriste viktimen në mënyrë të dukshme. Ashtu ka vlerësuar se rrethana nduese prezencën e fëmijëve Tares dhe Paulinës në njëherë pas kryerjes veprës penale, të cilat i akuzuar sipas gjykatës ka vend pozit përballjes me viktimën, e cila ishte në natyrë me çka shkaktuar shqetësim së jashtë dhe kjo ngjarje shqetësuese mund të ketë pasoja. Po ashtu ka vlerësuar se rrethana nduese faktin se viktima e veprës penale ka qenë posaçërisht e pambrojtur, nga se të njëjtës nuk është dhënë asnjë mundësi për ta mbrojtur veten nga akuzuari dhe vetëm në mbrojtje ka pas vajzën e saj 8 vjeçare, por që akuzuari edhe këtë mbrojtje ja ka mohuar duke dërguar vajzën në dyqan. Ka vlerësuar se rrethana nduese dhe moshën e lirës, moshën 43 vjeçare, shkallën e dëmit shkaktuar nga akuzuari familjes së tij përkatësisht fëmijëve të tij, duke i lënë pa përkujdesje përdorur pa mbështetje financiare, nga se ndjera ka qenë e punësuar dhe shkujdes fëmijët e saj, edhe në aspektin ekonomik, ndërsa i akuzuari nuk ka punuar sipas gjykatës që nga viti 2009. Ashtu si rrethana nduese ka gjetur ndikimin e veprës penale dhe pasojat e viktimat, fëmijët e të ndjerës, duke i prijuar 3 fëmijë e tyre nga një nënë, pasi që në rastin konkret e ndjera pas vete ka lënë 3 fëmijë të cilët kanë vjetur pa përkujdesje përdorur, duke marrë parasysh se kryesi i kësaj vepre penale është babai i tyre dhe ka ditur se me kryen e kësaj vepre penale jeta e fëmijëve të ndjerës do të jetë më e vështirë, sidomos faktin kur ata janë të mitur. Si rrethana nduese, gjykata shkallës parë ka vlerësuar dhe shkaktimin e dëmit psikologjik ndaj fëmijëve, të cilët e kanë parë viktimën e veprës penale dhe vendin e tyre në këtë situatë, kur të parët janë përballur me viktimën e kësaj vepre dhe e cila ishte nëna e tyre, fëmijët kanë vjetur vetëm me viktimën përkatësisht 15 minuta në banesë, dhe atëherë kur kapiteni ja ka hapur derën e banesës, e ka vëtur një vallë 17 vjeçare dhe motra e saj e vogël, e cila ishin në divan dhe vajza e madhe ka treguar se çka ka ndodhur. Po ashtu është vlerësuar rrethana nduese si dhe të akuzuarit pas kryerjes së veprës penale, i cili duke e ditur se vajza e tij 8 vjeçare do të përballet duke e parë nënën e saj dhe pavarësisht vajza sipas gjykatës ka dalë nga banesa duke ecur shumë shpejt, duke ikur me vrap të lehtë, ka shkuar në stacion policor të duke theksuar se rrova gruan apo çonin një patrull, duke i drejtuar përsëri zyrtarëve policor çonin më shpejt një patrull se vajza është vetë në banesë mos ta shënë atë gjendje. Ndërsa vajzat e vjeçare pasi kanë luftuar motrin e saj Paulina dhe kanë vjetur në banesë derisa ka ardhur hetusja. Duke pasur këto rrethana, gjykata ka shkaktuar dënim me blokë të përjetshëm,
nga se ka vlerësuar se në rastin konkret vepra penale është kryer në rrethana veçanërisht penduese dhe vrasja të ndjerës në banesën e saj në vendin kur është dashur të ndihet e sigurt me dashje direkte në mënyrë dinake, duke e shkel besimin e saj ndaj viktimës së pambrojtur, duke e goditur në plumb në bazë ka qenë ulur në divan, duke pirë kafë dhe prezencën e fëmijëve më njëherë pas kryerjes së veprës penale. Po ashtu thot vepra penale nga pika 1 sipas gjykatës ka shkaktuar pasoja shumë të rënda në aspektin psikologjik dhe ekonomik ndaj viktimave, ndërsa në rastin konkret sipas gjykatës pranimi i pajisisë të rrethana vlerësuese, mirë po nuk është rrethana vlerësuese, mirë po nuk është shoqëruar nga rrethana tjera vlerësuese dhe të akuzuarit ka shqiptuar dënim me burg përjetshëm. Pak në që me këtë gjykim, kam dhe... Shpejti ka të fjallën e kaloj pasuesës së familjes së dëmtuarës, avokate feminin bashkë. Një vrejtje madhe shumë për prokurorin me një vepër penale të tillë kësaj peshës përveç që mungon apel, mungon edhe sot. Po mirë, ju jeni atë që e vlerësoni. Nderuar trup gjykues, e falenderoj gjyqtarën për referimin. Unë mbetem pranë përgjigjes në ankesën e mbrojtësit të Ballevi, duke i propozuar kësaj gjykate që ta vërteton gjykimin e shkallës të parë dhe shkallës dytë. Një gabim formal që të drejtën në një pjesë e sistemi drejtësisë edhe është mjaft një vrejtje për gjykatën e apelit, pavarësisht po flasëm në vendraste të tjera, sepse ndonjëherë personi nuk ka mundësi të paguajë avokat apo diçka. Kështu që diçka është shumë elementare, pastaj jo si nivel më i lartë, instancë më e lartë e gjykata, do t'i bëjë një vrejtje serioze gjykatës të apelit, lidhur me pjesën formale që kemi bëjmë me këshillën juridike. Megjithatë, unë konsideroj se kjo pjesa... Faleminderit shta. Po, e di e ku marrë dhe pashqese. Megjithatë, unë konsideroj se që kjo pengesa formale, nëse unë me thonë që ka pengu, për që sot djena këto, nuk e zbej as pak veprimin të cilin e ka bërë i akuzuari Edmond Laqi, kjo sepse i njëjti ka dashur pasojë për kundër faktit që e kena një shkrepje, por shkrepja është bërë pikërisht në ballë, në kohë, domethënë është dëshiruar rritja e pasojës, morë parasysh edhe rrethana që nëse një grua ose qoftë edhe burr, nëse në familje ku është nuk njihet i sigurt prej personit që pikërisht du ta ketë siguri, domethënë çka po mbetet më tutje. Aq më tepër i akuzuari përveç që ja ka marrë jetën përfundimisht të ndjerës Gjulieta Okella, i ka lënë edhe fëmijët pa përkujdesje prindrore, Paulina 17 vjeçe, vajza tjetër 8 dhe djali 6, dhe fati mirë që ka gjetë tash një përkujdesje të mirë për anës gjyshës, për anës dajve, por problemi është që pasojat janë shumë të mëdha për këta fëmijë, të cilët njëkohësisht babajnë e kanë në burg, por problemi është që prapi gjalli ka në një shpresë, por nana nuk qohet kur asnjëherë. Unë nuk po e përsëris çka kam shkruar, e di se e keni analizuar, kam shumë besim në analizën e juve, kam shumë besim në profesionalizmin e juaj dhe propozoj se për fund për mbledhjen e gjithë kësaj, mos më zgjat se e di që e keni këqyr, që të vërtetohet kjo gjykim. Nështë ka diçka me thonë familja Okella. Ju falenderit shumë kryetar. Përshëndetje, pajtohem plotësisht me avokatën. Kisha dashur mi thonë dy fjalë sa i përket ankesës që është pas ka bo avokati i palës, ako ka i pafajshëm kaj. Ma mirë. Çdo sen e ka bo kështu e ka boshtur. Na çdo ditë si familje përballemi me vdekjen e Gjuljetës. Çdo ditë i shohim 3 fëmijët e saj të urrikëna. Çdo ditë e vujmë pasojën e asaj që ka ndodhur. Po drejt, a keni më shtu diçka? Vetëm kisha kërku falje sinqert familjes të tani së ndjerës, me që nuk gëzoj shëndet të plot, kam qenë në ndikim të barnave, barnishtave, nuk kam qenë vetvetja, i kërkoj falje juve dhe krejtë prezent këtu, fëmijëve, ma shumë se s'kisha pas diçka. Moni mund. Direkt softin.
Ankesën e kam në krejtë. Jo që të fundus ka rëcuar. Pa në se të kusë. Shkuzo të analizim. Trebuie să nu am. Nu se va ști.